Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abibank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Duket unë që po bëj figurë të mirë, se po sillem sikur pi shumë ujë, duket që kam ftuar një doktoresh. Doktoresh Marsida, mirë se erdhe në podcast. Mirë se u gjeta. Unë e kam zakon të flas shumë për shëndetin, edhe nuk pi shumë ujë në fakt, edhe pse Lajthiza më pëlqen. Duhet pi më shumë, po më pëlqen shumë të flas për çështje që kanë lidhje me shëndetin. Kam folur shumë për trurin në këtë platformë, kam folur për zemrën, kam folur për shpirtin, por rrallë herë më ka ndodhur të flas për një organ që vepron në heshtje, që është veshka. Tani ne do flasim për te veshkës, po ju jeni një doktoresh që e njihni mirë veshkën dhe nëse do t'i shpjegoni dikujt rëndësinë e veshkës sipas doktoresh Marsidës, cila do ishte? Si do e bëni? Përveç dashurisë së madhe që kam për veshkën si organ dhe për mjekësinë në tërësi, unë do të bëja disa parafrazime për veshkën. Veshkja është gardiania e ekuilibrit, e balancës organizmit ton. Është një organ i cili është i magjishëm. Është i magjishëm sepse punon pa rreshtur, punon çdo sekond, çdo minutë, çdo orë. Bleta punëtore. Po, dhe është totalisht silencioze. Imagjinoni të filtrohen 180 litra gjak në ditë nga veshka, të përpunohen, të pastrohen për organizmin ton, në mënyrë që ne të mbijetojmë, të jetojmë, të vazhdoj jeta, dhe ajo këtë punë e bën në mënyrë silencioze. Pse kemi dy? Për të siguruar ekzistencën. Veshka është organ jetik, është kryesori. Edhe zemra është jetik. Patjetër. Po kemi një. Veshka është shumë e rëndësishme që nëse dëmtohet veshka, duhet patjetër të kemi një veshk tjetër. Shumë interesante. Është një organ që edhe po ta mitizojmë, është organi i balancës, i ekuilibrit. Mban ekuilibra shumë fragjil, shumë delikat të organizmit ton. Ajo punon prapasken dhe siguron mbijetesën dhe qetësinë e gjithë organeve të tjera të trupit tonë. Imagjinoni të mos kishim një veshk, ose të mos t'i kishim të dyja, sa e vështirë do ishte mbijetesa edhe zemrës, që është edhe ai organ jetik njëkohësisht. Por nga ana tjetër, veshka nuk ka vetëm kaq, është më shumë. Veshka është unike, është e veçantë, sepse vepron edhe në inteligjencë dhe ka një precizion shumë të lartë. Ka shumë receptor, ka shumë informacione dhe përpunon ato dhe mban dhe mirëmban, le të themi, për kujdeset për ekuilibra shumë të rëndësishëm. Çfarë bën veshka në organizmin ton? Ajo bën një ekuilibër dhe një pastrim të jashtëzakonshëm gjithë organizmit ton. Ajo realizon largimin e toksinave, kreatinemis, azotemis, acidi urik, që janë të gjitha produkte finale të metabolizmit gjatë metabolizmit të tyre, lëndëve kryesore, si të sheqernave apo proteinave, e kështu me radhë. Nga ana tjetër, ajo është përgjegjësia direkte që të ruaj një ekuilibër të gjithë elektroliteve, të kaliumit, të natriumit, magnezit, nëse veshka sinjalizohet që këto janë në përqendrime më të larta në gjakun tonë, ajo eliminon përmes urinës. Ajo është përgjegjëse për pH-in e organizmit, që është jetik, për jonet e hidrogjenit, bikarbonatave, nëse ato rriten, ato jashtëqiten. Pra është inteligjente. Veshka ky organ inteligjent. Se kisha menduar kur kështu. Është edhe inteligjente, po është edhe precize, se i mban në parametrat e duhur. Duhet të ruajmë limitet ku organizmi funksionon dhe këto organet e tjera nuk vuajnë. Veshka është e rëndësishme sepse përgjigjet për prodhimin e rruazave të kuqe të gjakut, që edhe këto janë jetike. Ka një hormon magjik, eritropoetinën, e cila është përgjegjëse për stimulimin e palcës për të prodhuar eritrocitet. Anemia është një nga pasojat e sëmundjeve në veshka. Ajo është përgjegjëse për sistemin muskular ose artikular. Vitamina D transformohet në veshk.
ekuilibri i kalciumit, i fosforit, janë gjitha në veshk. Pa fund. Nuk e di, Gjithçka ndodh në veshk, përveç mos kam harruar. Po vazhdove edhe pak, do filloj të besoj që bijem në dashuri me veshk. Si unë. Je shumë bindese në atë që thua. Dhe po ta thuash do filloj ta besoj. Se e kisha deri tani e kam patur diskutimin truri apo zemra, kemi rënë dakord që ishte truri që urdhëron zemrën, po na shfaqet edhe kjo veshk apo na habit. Po. Po na bën sa më shumë informacion, sa më shumë të njohin të panjohura, patjetër që do ndryshoj mendimi. Shiko, doktoresh Marsida, ka shumë teori tani online, edhe me ChatGPT-n që është bërë një doktor më vete që ne bëjmë analizat, i çojmë aty të na interpretoj, bëjmë pyetje nga më të ndryshme, se ka një dallim të madh me Google, ti ndjesh vërtet, ti nuk je një nga miliona apo miliarda njerëz, ti je aty dhe ChatGPT është doktori yt, është stilisti yt, është mentori yt, edhe njerëzit marrin shumë këshilla atje. Se di, a keti një shqetësim për këtë teknologjinë që po i mbivendoset humanes, profesionistëve, mjekëve, edhe profesionet e tjera, po flasim të mjekët. Doktorim duket të rrezukuar. Unë do ta shikoja në dy plane këtë gjë, janë dy anë të medaljes. Në radhë të parë do ta shikoja si një mënyrë për të përmirësuar cilësinë dhe performancën e mjekëve. Tashmë gjithnjë më tepër, pacientët qytetarët janë gjithnjë më të informuar. Kur vinë në vizit me disa analiza, ata i kanë çekuar përpara, i kanë kontrolluar me ChatGPT-n përpara. Kanë një informacion, po, kanë një informacion. Mirë, vinë pak të përgatitur, po. Dhe ndryshe nga shumë vite përpara, mjeku duhet t'i bëj dhe duhet të ketë edhe një përgjigje të sakt dhe të jetë akoma më bindës për pacientin. Kjo i bën akoma më sfidues mjekët përballë pacientit. Dhe mendoj që është një anë shumë pozitive e qarkullimit të informacionit, e informatizimit të qytetarit, marrë informacionet e duhura, por patjetër që ka anën tjetër negative të medaljes, sepse jo gjithmonë, jo të gjithë informacionet të cilat qarkullojnë, jo të gjithë informacionet që shpeshherë bëhen edhe virale, kanë një të vërtet mjekësore në to. Kështu që të gjithë ne duhet jemi shumë kritik ndaj informacioneve që marrim dhe të paktën të kemi një bazë shkencore dhe mjekësore të cilët të mundën të vërtetësojnë teorinë që ato shprehin. Shëndeti, jeta nuk është trend. Ne përpiqen të gjithë të ndjekin ca modele të disa njerëzve të famshëm, modele të njohurve apo Instagramit, influencerat, nga do, preparate të ndryshme, suplemente të ndryshme, jo gjithmonë janë të shëndetshme dhe asnjëherë nuk duhet marren pa përshkrimin e mjekut dhe pa konsultën paraprake me mjekun. Dhe rrim këtu se me thënë të drejtën, doktoresh Marsida, jemi të bombarduar nga kaq shumë ofertë edhe nga kaq shumë këshilla. Domethënë, edhe njerëzit nuk kanë faj që i bashkohen çdo trendi se i duket sikur ky i fundit është i vërteti, ky është i duhuri. Javët e fundit po shoh që qarkullon në Instagram, nuk e di nëse të ka rënë rasti ta shohësh, vaj ulliri me limon, esëll në mëngjes. Pastaj diku dëgjova, ndoshta ishte një mjek, edhe tha, mos e ofendoni mëlçin, se ka trupi dhe Zoti na ka krijuar, trupi njeriut është aq perfekt, sa është aq inteligjent së brendshmi sa disa protokolle i bën vetë. Nuk ka nevojë që ne ta bombardojmë me kaq shumë trende, mbase disa qëndrojnë. Për shembull, në rastin konkret çfarë mendon për trendin në fjalë? Pikërisht në rastin konkret, fiks organizmi ynë është i strukturuar në formë të tillë dhe ka mekanizma të tjerë perfeksionist, të cilët realizojnë depurifikimin, pastrimin e organizmit ton. Është mëlçia, është veshka, janë dy organet kryesore, njëra që merret mëlçia me metabolizmin dhe tjetra veshka e cila pastron, filtron të gjithë sasinë e tepërt të dëmshme
të produkteve që janë në gjakun tonë dhe eliminon përmes urinës. Është pikërisht ky mekanizëm i cili përshtatet sipas situatave të ndryshme. Ka një mekanizëm të jashtëzakonshëm feedback, si pozitiv ashtu edhe negativ, i cili ruan ekuilibra jetik për organizmin tonë. Nëse ne marrim modele të tjera të konsumit, mendoj që e dëmtojmë më shumë organizmin se sa... Çfarë i bëjmë konkretisht? Konkretisht në rastin konkret, konsumimi i sasisë së shtuar të aciditetit në mëngjes, vetë stomaku ynë, trakti gastrointestinal, prodhon një acid që është acidi kloridrik. Nëse ne shtojmë sasi të shtuar, patjetër dëmtohen mukozat e organizmit, rritet mundësia për të shfaqur gastritin, uthrën, djegjen, refluksin. Pra, në të shumtën e rasteve ka një efekt anësor dhe nuk ka të vërtetuar shkencërisht që të realizojë një depurifikim të organizmit. Detoksi, në kërkim të detoksit. Është e pamundur që disa përgatesa, pavarësisht se këto ngjajnë shumë interesante, janë shumë tërheqëse. Janë tërhiqen njerëzit sepse mendojnë se përmes disa trukeve të vogla, se manovrave mund të barazohen me disa organe jetike një funksioni të jashtëzakonshëm, por është e pamundur. Nuk ka një preparat magjik i cili të zëvendësoj funksionin e një organe. Është e pamundur. Është magjik? Uji patjetër është... Se me atë? Uji është... Atë kemi pasur që në fillesa tona. Uji patjetër që në parahistori uji është jetik. Është një ndër elementet kryesor dhe është pikërisht veshka kur ne nuk konsumojmë ujë, e vuan më shumë nga të gjithë. Është pikërisht veshka kur ne nuk konsumojmë ujë, pakson sasinë e urinimit dhe e mban atë në organizmin ton për të ruajtur presionin arterial, për të ruajtur vlerat e tensionit, sepse është përgjegjëse për ruajtjen e vlerave të tensionit, dhe kur ai merret sasi tepër, patjetër që rrit sasinë e urinit. Bukur shumë. Është e vërtetë, shiko, ne të gjithë kush nuk ka përvojë mjekësore, pra kush nuk është profesionist në fushën e mjekësisë, apo i ndodh të jetë pacient si puna ime, apo kur nuk i ndodh, por gjithsesi nuk do që të bëhet një pacient, pra njerëzit janë të prirur që nëpërmjet dietave, nëpërmjet një diete të mirë ushqimore apo disa detyrimeve, heqja dorë nga sheqeri, stili jetesës, pi shumë ujë me limon. Domethënë janë shumë gjëra që njerëzit i bëjnë në emër të mirëqenies së trupit të tyre dhe që t'i rrinë larg sëmundjeve. Kujtohet një herë me doktorin tim, me doktor Tanin, e trembur, unë nuk është se e kam ngrënë shumë sheqerin, me thënë të drejtën, gjatë jetës, unë vdes për brum, po dhe aty ka sheqer. Edhe i thash që tani nuk duhet të ha asgjë me sheqer, edhe ai më tha, mira zemër, nuk ka asgjë radikale, sepse mëlçia, edhe më kujtoj këtë historinë e mëlçisë, mëlçia ka një aminoacid që kur ti nuk jep sheqer, e prodhon vetë trupi. Kupton dhe thot ky budallaj, nuk po më jep mua sheqer. Pra, është trupi ynë, dua të dal këtu dhe ta diskutoj pak më gjatë me ty. Trupi ynë është i aftë dhe të prodhoj atë çka ne kemi nevojë për të dhe pa ja dhënë nga jashtë, duket pak si mistike, po. Në fakt që kur studiojnë biologjinë, kuptojnë që organizmi ynë arrin të prodhoj produkte të rëndësishme për mbijetesën, mirëfunksionimin e tij, edhe në raste kur janë në raste problematike, kur ka mungesa të organizmit ton. Për shembull, është në rastin e sheqerit, i pari organ që vuan mungesën e sheqerit është truri, sepse nuk një metabolizëm tjetër të lëndëve të para përveç sheqerit. Ndërkohë organet e tjera patjetër që shfrytëzojnë dhe futen qelizat në cikle të ndryshme dhe përdorin burime të tjera të energjisë, siç janë yndyrnat, proteinat e kështu me radhë. Pra, organizmi ynë arrin që me atë inteligjencën dhe precizionin e tij të na siguroj mbijetesën, edhe në rastet më të vështira. Trupi është i përgatitur për luftë. Patjetër. Nuk ka nevojë shumë për ne duhet vetëm ta duam dhe ta respektojmë. Ne duhet i sigurojmë atij ekuilibrin. Ekuilibri është shumë i rëndësishëm për trupin ton dhe të kujdesemi çdo ditë për të. Jo vetëm me periudha ose jo vetëm kur dhe jo me trende. Dhe jo me trende. Shiko. Unë i dua shumë doktorët, doktoreshat, infermierët, imazheristët. I dua njerëzit e mjekësisë, edhe kam respekt, jam rritur me bluzat bardha në shtëpinë time.
Kemi nevojë shumë për doktorët, pavarësisht le ça themi në ChatGPT, po nuk na e mban ti besojmë ChatGPT-s, kemi nevojë ende për njeriu, është ende doktori ai që është komunikimi, siç the ti, është komunikimi jo mjekimi. Por nga ana tjetër mendoj që më duken ditët kohët më të vështira për të qenë mjek në Shqipëri. Është sfidë akoma. Mjekësia dhe të punosh në fushën e mjekësisë në Shqipëri. Unë këtë dileme kam patur para shumë vitesh edhe me bashkëshortin tim. E cili është gjithashtu një mjek? Po, është një mjek. Ne familjarisht jemi gjithë mjek. Jam fëmijë mjekësh, bashkëshorti im është mjek, familjarët, motra ime është mjeke dhe është në Gjermani, është kardiologe. Edhe merret me zemrën. Por edhe dilema dhe diskutimi para shumë vitesh me bashkëshortin tim ka qenë pikërisht sepse ai insistonte që ne duhet të largoheshim për një të ardhme më të mirë. Atëherë kishim çunin e vogël të porsalindur dhe ishte përjull shumë e vështirë dhe ishte vetëm insistimi i cili mendoja që dhe them mbase edhe ja vlen me shumë përpjekje dhe me shumë mund, mendoj që këtu janë njerëzit, këtu janë pacientët dhe më mirë se të kontribuojmë në vendin ton, nuk mendoj që do ishte të largohesha. Nuk e them këtë për patriotizëm apo për të sfiduar bashkëshortin tënd. Publikisht, edhe publikisht tashmë. Për të bërë opozitare. Nga njëherë kur jemi në momente të vështira, ma kujton. Edhe i them me gjysmë zëri. Atje nuk do kishit momente të vështira? Motra nuk flet për momente të vështira atje ku është? Patjetër që momentet janë të vështira, lodhja mbi ngarkesa, stresi, kudo profesionet mjekësore janë një sfidë, janë të lodhshme. Kjo është arsyeja që gjithnjë më pak individët duan të studiojnë mjekësi, gjithnjë më pak duan të bëhen mjek. Shpesh herë diskutoj me timbir dhe thot jo, nuk dua të lodhem sa që lodheni ju. Sa vite shkollë keni bërë? Kur i them që të paktën janë 20 vite shkollë, e mendon 2 herë për të studiuar mjekësi. Pra, mendoj që edhe për pak vite, sidomos Shqipëria, nuk do e vuj mungesën e mjekëve, por në një të ardhme shumë të afërt, numri i mjekëve do paksohet patjetër. Sepse janë këto lëvizjet e mëdha në fakt dhe është pak e frikshme kjo. Po mbase do zhvillohet teknologjia. Se përveç do na operoni nga Gjermania. Sepse përveç pasionit, patjetër, është jetesa e përditshme, është familja, janë detyrime që ne kemi. Të jesh i suksesshëm në jetë nuk do të thotë domosdoshmërisht të jesh mjek. Mund të bësh shumë gjëra të bukura që të mbushin, të jenë pjesë e pasionit dhe e dëshirës tënde dhe të shkëlqesh patjetër me punë dhe me shumë përpjekje, patjetër. Por patjetër që për njerëz të cilët janë pensionantë siç jam unë, sidomos me mjekësinë e dashuruar, mendoj që është zgjedhja e duhur edhe pse në një vend të vështirë. Po, madje unë kam filluar të mendoj që vendet e vështira, zgjedhjet e vështira janë ato më të mirat. Na bëjnë më të fortë. Patjetër që të bëjnë të fortë, absolutisht, po sikur t'japin më shumë adrenalin, më shumë emocion. Ndoshta nuk do e kishim këtë dritë në një vend shumë të madh me karriera të bëhet në vendin tënd. Shumë më fort. Megjithatë ka plot që kanë shkëlqyer, është e drejta e gjithkujt sot të ndjeki yllin e vet polar. Ti nga edhe pse e mbulon, jo me qëllim, po flet gjuhë letrare, po ti e ke atë aksent prej Shkodre. Ti e linderitur në Shkodër? Po, jam litur edhe kam kalu një pjesë të mirë të jetës në Shkodër. Prindërit e mi, mamaja jeton në Shkodër, familjarët mi kam në Shkodër gjithashtu, po ndonjëherë kur e mendoj përgjatë edukimit, punës, janë realisht më shumë vite jetë këtu në Tiranë, se sa në vendimje. Po, e vërtet. Ku ke studiuar? Unë një pjesë të studimeve e kam bërë në Shqipëri dhe një pjesë të studimeve e kam bërë në Itali, në Siena.
Në Siena. Nuk kam qenë asnjëherë në Siena. Dua shumë ta vizitoj se kam. Është një qytet i bukur në Toskanë. E zonë Toskanës, është dhe mjekësia, sidomos është Universiteti i Mjekësisë atje është shumë i mirë, është goxha cilësor, them të drejtën. Italia është goxha cilësore. Ti e di mendimin tim për Italinë. Italia është një mjekësi humaniste. Absolutisht, po. Patë ti tundim të rish në Itali? Do të kishte pëlqyer të punoje në sistemin e tyre shëndetësor? Dhe a do ma thuash pse e kanë ata kaq human? Çfarë i ndihmon ata kaq shumë të jenë njerëz dhe të suksesshëm dhe të ta bëjnë çdo dhimbje, çdo sëmundje më të durueshme? Sistemi italian është një sistem i shkëlqyer i mjekësisë. Për shumë vite me radhë ka qenë sistemi më i mirë mbar botëror për shëndetësinë. Sidomos Shqipëria e ka perceptuar, e ka përjetuar, shumë shqiptar janë mbështetur nga sistemi shëndetësor në problematika të shumta shëndetësore. Sistemi italian më dha një mundësi, unë them një trilogji, po, e cila është bashk ekzistenciale, që duhet bashk ekzistoj ke secili nga ne mjekët. Në radhë të parë duhet të lidhim shkencën, duhet të lidhim profesionin me humanizmin. Janë 3 elementë të cilët duhet karakterizojnë. Sistemi italian më dha njohuri jo vetëm për shkencën, patjetër, por më bëri dhe profesioniste, që do të thotë pacienti italian ka në qendër pacientin. Pacienti është prioritar ndaj diagnozës, ndaj trajtimit, ndaj protokollit mjekësor. Pse në Shqipëri nuk është pacienti prioritet? Patjetër që është sistemi, po atje është kudo në vetë. Si e vendos pacienti në qendër dhe pse funksionojnë atje të gjitha hallkat? Pse secili është duke bërë punën e vet dhe pse secili ka mirësinë të sillet bukur? Sepse është pikërisht humanizmi. Është e natyrës shoqërore apo është një sistem i ndërtuar mirë? Mendoj që përveç sistemit shëndetësor që është i strukturuar, pra vetë organizimi, modeli i organizimit të sistemit shëndetësor është perfeksionist, është model i bazuar në diagnozë të sëmundjes dhe patjetër që është edhe kultura mjekësore, është kultura individuale dhe popullore, e cili i atashohet një sistemi që funksionon shumë mirë dhe patjetër që i përgjigjet nevojave të qytetarit. Të gjithë doktorët, të gjithë mjekët që bisedoj në podcast i pyes për raportin e tyre me Zotin. Besojnë në Zot, patjetër. Lutem Zotit, patjetër. Besoj që në shumë vendimarrjet tona, besoj që në shumë situata tona të cilat janë të pashpjekueshme, qoftë në momentin inicimit të një diagnoze, një diagnostifikimi të hershëm, momentit kur ajo gjë bëhet, mënyrës së zgjidhjes, kontaktit dhe gjetjes mjeku të duhur, besoj që janë të lidhura shumë edhe në fatin e individit. Okej, e kuptoj. Keni nevojë, mjekësia nuk ecën pa besimin te Zoti. Absolutisht, ja, absolutisht. Shumë më raste të cilat gjejnë zgjidhje përtej mjekësisë. Ke patur ndonjë rast ja këtu mëri, se më pëlqen. Ke patur ndonjë rast që e ka kaluar parashikimin mjekësor? Domethënë mjekësia mund të ketë qenë të gjitha, si me thënë, asgjë nuk e mbështes të shërimin dhe diçka e çuditshme, out of the blue, pa pritur nga hiçi, dikush është shëruar dhe ti nuk e shpjegon dot. Kam të dy anët e medaljes dhe i kam të përjetuar edhe në familje. Kam humbur babain, pavarësisht përpjekjeve ekstreme për ta shpëtuar, deri në ndërhyrje të rradha mjekësore, por pa sukses. Por nga ana tjetër është mamaja e bashkëshortit tim, e cila i ka mbijetuar me shumë sukses dhe një forme shumë të vështirë dhe shumë problematike të një kanceri në gjak. Kështu që
atëherë kur shpresat humbin, pavarësisht se ti bën të pamundërën, të gjithë duke marrë ekspertizat më të mira ndërkombëtare, humbet shpresat dhe atëherë ndodh mrekullia. Ndikon shumë sigurisht një lloj energjie e brendshme e njeriut, që ndoshta nuk është organ, por është energji, sigurisht. Se ti e the, trupi i njeriut nuk ka vetëm organe, është edhe energji. Ka energji, ka sinergjinë me individe që e rrethojnë, ka mbështetjen, forcën në vetvete. Pacientët e tu, kur i këshillon për që u jep ilaçet, protokollin mjekësor, përkundrejt kësaj duhet të kenë dhe një lloj regjimi ushqimor. Pra përpiqesh që ti orientosh të gjithë. Dhe nuk na shërojnë vetëm ilaçet, nuk mjafton. Ka njerëz që po ishin dorë nga ilaçet dhe po besojnë që shërimi mund ndodhet dhe me një dietë ushqimore. Kjo është pak e rrezikshme, po nuk e di. Dëgjoj shumë në fakt, më vinë shumë raste. Po, kam dëgjuar dhe unë shumë që me ushqimin e duhur, me një vend caktuar, ku di unë ecë në pisha dhe. Fakt, qarkullojnë shumë, le të themi, mite. Po, ka shumë mite. Shumë mite. Shikoj për shumë receta ushqimore, po receta me suplemente të cilët janë pa një përshkrim mjeku, shikoj dieta drastike, depurifikuse, apo suplemente të ndryshme që përdorin pa patur një mungesë reale, dhe në fakt janë pikërisht këto elementë të cilët në vend që ta përmirësojnë shëndetin ton, krijojnë një barr, krijojnë një mbingarkesë organizmit ton. Organet të rëndësishme në rastin konkret që lidhen veshka apo edhe mëlçia, janë mësuar dhe punën e tyre e kryejnë më së miri në harmoni me një ushqim normal dhe një ushqim të ekuilibruar. Që do thotë ushqime të freskëta, hidrim, pra sasi lëngjes konsumit në nivelin e duhur, mos përdorimin e toksinave, medikamenteve, suplementeve kur nuk janë të nevojshme. Organizmi ynë ka nevojë për ekuilibra dhe pastaj duke siguruar ekuilibrat e organizmit ton, ne i krijojmë mundësinë dhe nuk i krijojmë barrierë këtyre organeve të kryejnë funksionin e tyre. Kam dëshirë t'i pyes mjekët nëse kanë një sëmundje që veçanërisht e kanë frikë. Kancerin kanë frikë. Atë kanë frikë. Kontrollohu në kohë. Patjetër, kontrolli për të mos kaluar në teprim, patjetër që është shumë e rëndësishëm. Kujdesi i përditshëm dhe kontrolli periodik është gjëja më e mirë që edhe nëse nuk e shmangim, të paktën ta zbulojmë në kohë, ta zbulojmë herët, që edhe terapit të mos jenë shumë invalidizuese. Kjo është friga më e madhe. Për te i problemeve që mund të hasim në Shqipëri, unë besoj, doktoresh Marsida, që ne po jetojmë në një kohë të mirë, përsa i përket shërimit, mjekësisë, zhvillimi i teknologjisë po e ndihmon kaq shumë mjekësinë. Ne mund të ankohemi shumë për rrjeti, interneti, varësia nga telefoni, por ka ndodhur po aq shumë gjëra të mira që po e mbrojnë më shumë jetën tonë. Pra, teknologjia, si ajo puna veshkës që te në fillim që është një gardiane, një rojtare e trupit tonë, edhe ajo po e ndihmon shumë mjekësinë. Besoj, mendon kështu. Po, mendoj që po e ndihmon. Po e ndihmon goxha mjekësinë, informacioni, siç ju thash, qytetarët janë për herë më të informuar, pavarësisht se mund të mos marrin informacionin e duhur, po të paktën kjo do t'i shërbej qytetarëve si një sinjalistik për të referuar në kohën e duhur, në momentin e duhur tek mjeku, se në përgjithësi ajo që lexojnë, ajo që shikojnë, lidhet direkt me sëmundje dhe alarmon për të marrë një konsult me mjekun përkatës, por nga ana tjetër, patjetër që edhe komunikimi mjekësor midis profesionistëve është i jashtëzakonshëm në ditët e sotme. Unë e shoh me studentët e mi të dhënat, informacione që marrin, apo edhe metodika e mësimdhënies me to është jashtëzakonisht shumë e lartë në standard në krahasim kur unë kam qenë studente. Unë studioj anatomi studentëve në Universitetin e Mjekësisë, janë mjekët e arshëm të cilët kanë potencialet jashtëzakonshme dhe kanë metodologji mësimdhënie të jashtëzakonshme.
në ditët e sotme, mendoj që po t'i shfrytëzosh në maksimum burimet, patjetër që bëhesh i shkëlqyer në mjekësi. Ne vuanim atlaset, unë maj mend kur isha studente në mjekësi, me zor siguroja disa kocka që shpeshherë më zinte gjumi duke i fiksuar. Po, pjesën ndërsa në ditët e sotme kanë imazhe 3D, kemi anatomazhe që na ndihmojnë shumë si për të shpjeguar edhe ato për të memorizuar. Është një vlerë e shtuar jashtëzakonshme për zhvillimin dhe për përvetësimin e mjekësisë. Ku në qendër si gjithmonë është një dhe i vetmi njeriu. Njeriu, patjetër. Doktoresh Marcita, faleminderit për këtë bisedë dhe këtë episod në podcast. I kanë shumë për zemër ndjekësit mjekët. Se unë e nisa që i kam unë, po unë e kam se e kuptoj që duan dhe ata. Sepse duan përgjigje, duan sqarime. Është tjetër gjë kur e thot dikush edhe tjetër kur i lexon trende në online, në Instagram. Në fakt e them shpesh që pacientët nuk kanë nevojë vetëm për një recetë. Ka nevojë të kenë një njeri që i dëgjon me vërtet, e ka nevojë për një njeri i cili jep zgjidhje dhe ka një njeri krijon besim. Është shumë e vërtet. Nga përvoja ime, zgjedhjet i kam bërë vetëm nga njerëzit që më kanë dhënë besim. Asnjë nuk kontrollon diplomën dhe nuk shikon sa suksese ka patur dikush. Vendimet kryesisht të gjithë i marrim në bazë të kimisë, të energjisë, besimit që na jep dikush për te provave empirike, për te fakteve empirike. Ne duam, është energjia ajo që ti the. Shumë faleminderit dhe të uroj shumë suksese në pasionin tënd, që është edhe profesioni për fatin tënd. Faleminderit. Do bëjmë foto tani. Po. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abi Bank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.